Unë flasë sot me shqetësimin më të madh për para qytetarëve, me qëllimin kryesor që të bëj thirrje për ngritje të vedijes, sepse qytetarët nganjëherë nuk i shohin se nuk kanë kohë secili njeri me u marrë me kuvendin e Kosovës dhe me politikën, edhe me thënë të drejtën vjen keq shumë prej qytetarëve që na shpesh duhet kohën kryesore t'u marrin me debate për politikën, se është dashur ndoshta me pas programe argëtuese, mos me pas kësi lloj ngarkesa, po sot unë e kam vetëm një shqetësim që kur një parti e merr pushtetin dhe përdor kaq shumë arrogancë dhe i harron nevojën e fëmijëve, i harron nevojën e familjeve, i harron çmimet e shtrejtë, shtesa për fëmijë, i harron shtrejtimin, po more është shtrejtuar rryma 3 herë. Janë shtrejtuar të gjitha çmimet minimalisht 40%. Krahasoni me para 4 viteve dhe krahasoni tash. Është zhvlerësu inflacioni 7%, është zhvlerësu paraja në kuptimin që pagat nuk janë rrit. Qytetarët po për asnjëherë s'janë rrit pagat në raport me rritjen e buxhetit. Po pra, në raport me inflacionin është e vërtetë që s'janë rrit. E sa janë rrit? 50 euro i ka 25 euro vlerën e para 4 vitesh. Do me thonë, duhet me pas kujdes. Kur flasim, është, pagën minimale të gjitha bizneset private e paguajnë. Është rrit paga minimale dhe na i kemi aplaudu dhe na synojmë që me e rrit pagën minimale çdo herë në raport me rritjen e buxhetit. Me gjithë këtë inflacion është rrit buxheti. Sa punëtor nga sektori privat janë dalë prej punën për shkak se në momentin kur o marrë një vendim i tillë nga qeveria, sektori privat ka qenë detyruar me nxjerr njerëz prej punës për shkak se s'ka mujt me mbajt me çat pagë që o detyruar me pas. Po, sepse edhe vendimet e tilla duhet me u marr së bashku me sektoret private, me sektorin ekonomiko-social. Absolutisht. Po apo e sheh arrogancën e Kurtit dhe mendsinë e vetvendosjes. Ata në mënyrë arrogante i marrin vetë vendimet dhe pastaj organizohen me një propagandë të tanë për me interpretu që këto janë në dobi ose me kapitalizu politikisht. Më vjen keq që ata kanë mjete financiare, kanë aparatin e shtetit në dorë edhe po e përdorin për propagandë. Ju e pat, sa shumë investon në propagandë dhe në krijim të narracioneve të rrejshme, me urrejtje të brendshme, tregon vajza e cila i këndonte në një tubim vetvendosjes, duke u lutur për një shkatrim opozitor. Më vjen tepër keq për atë familje dhe për atë vajzë, e cila do të jetë traumatike në kuptimin që aq keq përdorimi i madh i është bërë nga një parti politike, një fëmijë të Kosovës, kushdo që është, se unë as nuk e di, për me ngjall urrejtje. Po ajo është dëshmia e gjallë, çfarë urrejtje ka mbjell vetvendosje në shoqëninë kosovare dhe çfarë ndamje është tu i shkaktu shoqënisë tonë. Dhe këto po e them si një nanë e shqetësume, si një nanë që fëmijëve të mi ju them që Albin Kurti është i mirë se është kryeministri i Kosovës. Unë nuk du me transmetu urrejtje as fëmijëve të mi, as familjes time. Pra ju i thoni Albin Kurti është i mirë se është kryeministri i Kosovës? Unë i mësoj fëmijët e mi me dash kryeministrin e Kosovës, me dash shtetin e Kosovës. Pavarësisht çu ka emrin ai, se unë jam patriote dhe i du institucionet e Kosovës. Por në të kundërtën, kryeministri i mëson fëmijët me pre-opozitën. Kur shkojnë me i marr fëmijët në shkollë, dalin nxënësat dhe më thonë kena ju pre juve opozitën.